ma shumë të mësuar që të shkollën me qëtë biznesin e parë, sësa gjatë rrugtimit në fakultet. Santanderi, një për klienta madhe që kemi, pastaj IKEA, Volvo. Kur e nis kompanin prej fillimi, ka by the book dhe ka jashta libret. Përshëndetje, unë jam Jeta Zagraja. Në intervistën e radhës me mu e kam Çelik Nimanin, Sales Director, drejtori shitjes në Valtech. Mirë se erdhe, Çelik. Mirë se gjeta, faleminderit. Çelik, sot do të flasim për rrugtimin e ndërmarrësisë, sfidat e mësimet gjatë rrugës, cilësitë që po i lypim në kuadrët tona, në ekipet tona, çka do që të muj me ndo mësime për diko që pësynon ndërmarrësinë tash tutje. Dhe mune me nis pak të regona prej ku po vjen ti, çka të ka botu njerin që je sot edhe në shah biznesin në statistika. Po, unë jam Çeliku, jam me profesion inxhinier, kam kryer një master në MBA në menaxhim. Mas nena e kum pa që në rrugtimin që kum pas, karrierën që kum pas, nuk jem ka një kënaqur me punë që kum bë për tjerë, sepse më kanë edhe punëtorë edhe vet. Edhe kum pa shumë mangësi, gjëra që mendoj që kisha bë më mirë. Edhe kësaj kum fillu rrugtimin me bë diçka vet. Fillim kjo u ka në vitin 2014, biznesin e parë, me disa shokë kemi themeluar një kompani për shërbime të outsourcing, si zakonisht që nisët procesi. Po na kemi pas fokusin, kemi marru aplikacionet tona, produktet tona, i kemi promovu në App Store, Play Store, edhe që ashtu na kanë pa klientat e parë, që ajo kanë ajo hack e jona që me dalë në skenë. Po nuk kemi ditë shumë sene, kemi mësu shumë çka rrugës, në ma shumë këto e konsideroj, ma shumë ku mësun që të shkollën me qëtë biznesin e parë, sësa gjatë rrugtimit në fakultet, në universitet. Mas nena me kompaninë e dytë në 2016, më thonë, kur i kom shit pjesën tenë në kompaninë e kalume, me Frakton, u ka një rrugtim i ri, një eksperiencë tjetër, më thonë ashtu, një punë, një përkushtim që u shty përpara prej një punëtorit deri sot gati në 100 që i ka zyra në Prishtinë. Edhe jemi hinë në këtë rrugtimin me acquisitions, do më thonë, fillimisht e kemi bërë një partneritet me një kompani bulgare. Melonin, mas nej të dyjat, Fraktoni e Meloni janë ble prej Kinen Karta, kompani tregtume në bursë në Londër, edhe sfundit, më thonë, para një vite gjys, është ble prej Valtechut, që është emri që e ka kompania tash, në këtë rrugtimin tonë me integrim, ribrandim, ristrukturim e kështu me radhë. Sot, më thonë, e përmenda numrin e punëtorëve që e kemi në Prishtinë, është në rritje graduale, me thonë ashtu, për shkak të profilit që po kërkohet prej natyrës punës që bëjmë, që janë njerëz me ma shumë përvojë, profile ma specifike, po të njëjtën kohë jemi të vazhdu me investu për me kriju dhe kuadrë të reja. Tash për shembull sfundi kemi disa pozita që janë ma nish, ma të reja dhe për tre Kosovës, po që janë normale në perëndim, për shembull AI Search Engineer ose AI Specialist që para një viti nuk i kemi pas si profile. Këtu tash po duhet me kombinu që ka pre-existing në treg edhe me njohuri që po kërkohet për me upskill qatë kandidat për qëtë profil të punës. Punojmë me klientat ndryshëm, global, disa prej klientat tonë me cilët punojmë ndër vite janë të sektorit bankar, automobilizëm, retail, dhe më thonë tregti, për këty ashtu ma bukfal. Si Santanderi, një për klienta madhe që kemi, pastaj IKEA, Volvo, kemi me Volkswagenin punojmë, Mercedesin, brendet ndryshme që janë shumë të njoftëna, që i bjen ekipës në Kosovë me punu me kolegë që janë në përzyre tjera, që kemi në rajon Maqedoni, në Bullgari, kemi edhe në Ukrainë, kolegë bajegi, edhe në Portugali, këta i njohëm si Delivery Hub, më thonë pjesa e Brains, truni që zhvillon produktin për klientin, ndërsa pjesa tjetër e operacionet biznesit janë në Evropë Perëndimore, kryesisht në Angli, po edhe në DACH region, më thonë Gjermani, Zvicër, Austri, për me targetu klienta. Kjo e përbën rajonin e Evropës. Mas ne, normal, Valtech është kompani globale, ka shtrirë edhe në Amerikë, edhe Apina, na i thojmë
Asia Pacific, kjo pjesa tjetër e botës, po secila e ka tregun e vet dhe mënyrën e vet qysh operon. Shumë interesant, që ka qenë që ky kalimi prej një kompanie me një njeri që ka fillu në më u rrit në një ekip nështë pak ma substancial, me u integru me kompani bulgare, fillimisht, tash në ekipe që po e përmen në Ukrainë, Portugali, po plus edhe sigurisht ka një sinkronizim edhe me ekipe tjera ku si janë në botë. Transferimi i mindsetit i strukturës krejtit. Tash, normal, kur e nis kompanin prej fillimi, ka by the book edhe ka jashta libret. Ndërmarrësit në Kosovë, mendoj që shumë janë jashta proceset, jashta shablonit, jashta libret, unë që ashtu e kom bo spaku vet. Edhe është nis kompania, i kemi shty për para procese, deri kur më rrinë me një pikë që kur bo kompania 25-30 punëtor, nuk mundet me udhëheq në mënyrë centralizuar, më thonë, drejtori me kanë edhe HR, edhe admin, edhe marketing, edhe design, elektriciste, ose më merr me ujësillësin, sot të pikë, diçka më thonë, këto janë, mendoj që janë eksperienca që do të më përjetu, veç mas kur e nis vet, po mas nena me kohë e vren që do të më kriju middle management, managementi mesëm i kompanisë, që me fillu me delegu punën, ne kemi pasur diskutim këtë pjesën e delegimit punëve, që është sfida e parë që e përjeton si udhëhec i një kompanie. Po është interesant në çet rrugtim kur jetu e zhvillu kompaninë tonë, edhe tash ndodh një partneritet me një kompani bulgare. Ti mendon që tash si ndërmarrës në Kosovë ti je mbrapa, ngrasim me ndërmarrësit të tjerë, edhe pse zhvillon edhe bën projekte për këtë botën, po e ki një farë stresi, një farë presione që mund me kanë ata shumë të avancuar, edhe tash që shkemi mu prezentu para tyne. Me neve ka qenë e kundërta, për shembull eksperienca me Melonin në Bullgari, kanë marrë shumë gjana inspirim dhe mësim prej neve që kemi bë mirë, praktika biznesore, se tash vetë të qenë ekspozum me klienta në Gjermani, në Angli, në Amerikë, në Skandinavi, ku marrë praktikat mira prej tyne edhe kemi implementu në biznes. Kurse arrej kemi pas bë culture book të kompanisë, edhe kemi pas publiku në website. Më thonë e kemi lanë të hapun që me po edhe kulturën e kompanisë, edhe me inspiru dhe tjertë me bo gjajshëm. Ajo u përcjellë, u diskutu dhe të kine në kartë dhe të valteku për me bo diçka tillë, sepse asë njëna s'ka pas. Normal, tash mënyra që operojmë, që funksionojmë si populatë, si kulturë, na dallojmë me secilin. Bulgarët kanë kulturë tjetër, në fund, kur vjen puna të ushqimit, këto gjona kemi shumë gjajshmëri, po të na, për shembull populli jonë, janë ma proaktiv, ma dalën, me thonë ashtu, njerëz që mundesh me diskutu lloj tema me ta, që e kemi pa në diskutim me kolegë ndryshëm, për afrimin më të madh kemi pas me ekipën në Angli, për shembull, që kemi pas mbri ekipin strategy ose sales workshop me prunë Kosovë, me organizu kompania atje, për shkak që edhe me promovu Kosovën, edhe me përjetu pak që ofron Kosova, edhe me integru ma shumë me njëri tjetrin. Me Ukrainën është eksperiencë interesant, se tash Ukraina është në luftë, po Ukraina nuk e njeh zyrtarisht Kosovën. Tash kur fillom një spjegu kolegëve atje që qështu është gjendja, ata thonë pse kjo e qysh, a mund me bona diçka. Tani ja spjegon që për shembull ka edhe njerëz për Ukrainë që kanë ardhur në Kosovë që ofrojnë mbështetje për ta. Ushtria joni trajnon deminim ushtrinë e tyne, po këto nuk janë lajme zyrtare, nuk mundën mu publiku shumë, po janë gjona që ndodhin pra paskene edhe pavarësisht se ti je biznes, ndërmarrës, diskutohen edhe këto tema. Ma gjithë përfshirë se kështu diskutimet, që ata nuk mundën me mua në shta. Po shkojna edhe pak edhe një herë në fillim, çka t'inspiroj me nis këtë biznesin e parë, çfarë mundësi ose probleme ke dosh me zgjidh, pse është më rëndësi për ty që? Mendoj që punën e parë që e kum bë ka qenë për PC World, si gazetari teknologjisë, dizajner, redaktor, çfarë dush, me thonë pjesë, edhe mas njëna kum punu dikun 3 vite gjys, kum dalë me një kompani norvegjeze, kemi bërë projekte në Ballkan. Një me projekteve që kemi implementuar është Innovation Center Kosovo, mas njëna kemi punu me Protiku në Shqipni, disa qendra tjera të inkubimit në Bosnjë, në Kroaci, Sloveni, dhe bjen me punu me startupa, me biznese.
Në atë kohë po ta fillu me organizu dhe Startup Weekendin si ngjarje në Kosovë, me inspiru ndërmars për 54 orë, me prezantu një ide edhe me marru një prototip në weekend. Po gjithmonë të qenë në pjesën jo të ndërmarsit, po të qenë mbështetës i ndërmarsve. Edhe të e përcjell çka po bëhet, edhe të e po që njerëz po vinë, po prezantojnë ide, po ndërtojnë diçka, ti je në person me një rrogë, je okay me një farë safe space, është mirë, është ai presioni i rrethit dhe i familjes me pas një punë të sigurt. Unë pa ta mbrim pikën që, që kjo është diçka që mu po m'pëlqej me bë, se unë vi për një familje që tradicionalisht nuk kena pas ndërmars në familje, edhe është kam pak një asi risku i paparashikuar ka dul që kënë familjen tonë që po do me bo diçka në vete, do thonë nuk e kanë pranu shumë letë në fillim. Edhe pa ta vendos me lanë punën në rrogën e ato edhe me nisë diçka në vete, tu menu që ndërmarsia është ashtu orari fleksibil, kime pas kohë të lirë sa dush, kemi pas përfundu të punu mesatarisht ka 18 orë, në ditë, 20 orë, normal, vikendet, më thonë kohë të lirë gati se heq, po aja ka vlet, aja normal. Po inspirimi u kanë që kjo që me bë diçka vet, me kriju diçka vet, edhe me kriju diçka më mirë se tjerët që e bojmë. Se në 2025 normal kompanitë e IT-s në Kosovë janë të jashtëzakonshme, investojnë në zyre, në staff, benefite ndryshme. 2010, 2012, 2014 u kanë një periudhë tjetër. Edhe u kanë çaj qëllimi, unë gjithmonë e kam pas mision edhe të shkruaj në kompani me kriju një Silicon Valley flavor në Kosovë me kushte të perëndimit, po njerëz me qëndru në Kosovë, po me pas mundësit me shëtit, me lëviz kado në përbot, na gjithmonë kemi insistu edhe me çu stafin të klienti ose me klientin knena që me shëtit, me lëviz, po me najt në Kosovë. Për atë arsye, shpesher njerëz na kanë pyetur pse po investoni kaq shumë zyre, qëllimi u kanë me kriju një ambient shumë i mirë i punës. Pavarësisht është remote e krejt, po zyre e ka një farë efekti pozitiv nëse bëhet që njerëz mu inspiru kur punojnë që aty. Edhe kur vjen dikush për perëndim, me thonë, në Kosovë pas ka kompani që jo që konkurrojnë me perëndim, po mund me kanë më të mira se në perëndim. Edhe çto po mendoj që ja kemi dalë edhe me kompaninë e parë, edhe me kompaninë e dytë, nuk u kanë lehtë normal. Zyrën e parë jemi kanë një dhomë me një shared office space ashtu. Një dhomë kemi pas, s'na ka vënë më shumë, astena gradualisht një zyrë pak më të vogël, pak më të madhe, pak më të madhe, që ashtu shkon. Nuk është ajo thonja që përdoret, nuk ka sprint është maraton, në biznes është maraton. Vish dosh me kanë konsistent. Kanjerë është dyat. Kanjerë është dyat, po sprinti si pjesë e maratonës, të me thonë. Në funksion. Qysh ka evolu vizioni biznesit tënd ndër vite? Nështë ta kur e ke fillun, fillim a ke mendu që ko me bu partneritet me një kompani tjetër, Exit a ka qenë gjithmonë, për shembull synimi, apo qysh e ke shejp kështu rrugën e ndërmarrësisë dhe të kompanisë? Vizionin nuk u kanë me ndërtu me Exit kompani. Më thonë, tash përflasim para 10 viteve në rrugtim, nuk u kanë çaj drive për me ndërtu diçka. U kanë drive me ndërtu diçka kompani më të mirë në Kosovë do me pas, ku janë njerëz më të mirë të punësuar, developerat më të mirë që ekzistojnë, edhe projektat e klientët më të mirë në botë me ju afru. Do thonë vizion është kjo. Edhe normal që kjo të shtym përpara me punu, me sfida, me të lashë rrugës që proces normal, po kur bën mirë, gjen mirë, është një farthanje, edhe gradualisht, më thonë, 5 vitet e fundit, kemi pas që si tendenca prej një kompanie në Austri, ose një në Gjermani, ose një në Zvicër, për me u parafru për me ble biznesin, që atër kërë me ekspozu kështu 2018 ndikun, për edhe par me një qëllim një kompanie për me të ble. Aty kemi mësu shumë proces, në fund nuk kemi pas pajtu, në 2019 njëjtë, më thonë që shto, deri kur u bo shumë konkurus tregu në Kosovë, edhe më rritëm pikën që, nëse na po dojna me konkuru me kompani të huja që janë prezente në Kosovë, për shkak se numri kompanive të Kosovës janë nisi mu zvoglu, e kompanitë të huja nesën më ardhë ma shumë, dasht me bo një farë vendimi strategjik me bashkëpunu me një kompani që është
Bashkim Evropian, që ajo kanë pjesa më e rëndësishme, që cultural fit edhe që nuk e hup kontrollin e kompanisë. Më thonë që kjo kanë ajo arsyeja pse edhe kemi vendosur me shku me lonin në Bullgari. E janë merge kompanit, apo njëna e ka... Apo veç ka qenë veç bashkëpunim i dy anshëm, nuk janë merge, strukturë. arsyeja pse nuk e kemi merge strukturën se mas 2 muajve u ardhë acquisition për Kiren Kartët. Më thonë, na e kemi pas qelë si temë diskutimi, po kur e kemi formalizu marrëveshjen që u bë public announcement e krejt, u kanë e parapame mas 1 viti gradualisht me kanë, se na e kemi pas klientat tonë, një kompani e blen një kompani për shkak që u të punu mirë. Më thonë, një kompani që u të dështu nuk e blen. Na jemi kanë të punu mirë, kemi pas klientat tonë, qarkullimin e mirë biznesor, kemi punu me klienta në Evropë, në Amerikë, edhe një farë mënyrë jemi kanë shumë okej. Në qatë mënyrë, veç e kemi komplementu njën e tjetërën për projektet më të mëdha, që me mujtë me punësu njerëz tjerë më shumë. Po s'kemi mritë që e pika e integrimit për shkak që sojna. Edhe me Kiren Karta është njëtë, me thonë, e kemi pas 2 vjetë periudhën për mu integru, mu online, mu ristrukturu, ndodhë tani acquisition për Valtekut, pa të nisë më bosi hajgare me në nëzyrë, okej, çdo vit do të me dalë me thonë tash, okej, cëlla është që sa ka ndodhë Valteku, se tash mos me presim me një tjetër. Apo rina me Valtek njërë? Njerë për rina me Valtek. Normal, kompania ka ambicje për mas 2 vite, më thonë, ose me IPO, ose me bo diçka tjetër, po që kjo është vizioni për momentin i kompanisë. A muj me full pak për sfida ose gabime rrugës, apo mundesh me menu për naj rast kur ke bu një gabim 2-3, se këna bujna shumë për ditë shmëri, veç shpesh i te kalojmë si mësime, kështu, dhe shpesh mësojmë shumë prej tyne, edhe nështë sfida qoftë tregut, qoftë resurseve të ekosistemit, të imazhit Kosovës, cilat dhe qofshin ato. Po, tash janë të pashmangshme këto tema. Mësime më të mira i kemi marrë gjithmonë për ishtyne dështimeve, për ishtyne shëplakave rrugës, prej suksesit mësën, se nuk është se ka njerë po bëhet tabu kjo puna e suksesit, po edhe prej suksesit mësën, po mas shumë të mësën prej dështimeve. Tash, leksionet më të mëdhaja që i kemi marrë kështu rrugës, sa një parë që më rëndësishëm një që e kom mësu është mos me pas një klient që i ka 90% të ordrave që i ofron për biznesin tonë. Këto parafraktonin në Zombi Supe e kemi përjetu bashkë me lusë tjerë kështu to the bones, këtë problematik, kur ka pas të lashe financiare klienti, na ka shkun neve mirë, edhe që ato e kemi mësu që kur mos me bo që atë proces, edhe më frakton vazhdimisht ju mënu me balansu, më thonë, kur kam rri 20% të ordra për një klienti, automatikisht u ka një farë red flag të une në kry që do të me balancu qëta. A e bëma kjo ka shku gjithë shka mirë, po gjithmonë e ke pas një presion nuk gudzon më rritë që kjo ma shumë se mund me shkaktu një të lashe tjetër. Kjo është leksioni i parë ma e rëndësishëm për neve. Tjetër, për shembull, sfid të lashe, mësim, middle managementi i kryum rana kompanisë me inxhiniera nuk funksionon mas letin botë. Ka njerë ti ju beson njerëzve edhe i shtym për para njerëzit që edhe ta besojnë të ti në vizionin që pe kryon, po mas nena ka njerë kryuat ajo pe marë titullin, po përgjësit jo. Edhe gradualisht to mas nena kryojnë do sfida për mana biznes që të i kalohen, po ka qenë një farë sfide në veti me kryu që të kulturën që prej inxhinierit i tash edhe inxhinier edhe menaxher. Sepse normal ti mundesh me rekrutu prej jashtë, po ideja është për me majtë kulturën që ndërton biznes, me kriju që ato kuadro për mrena kompanisë, edhe me trajnu, po tash kur je biznes i vogël që e bën edhe shitjen, edhe operation, edhe engineering, nuk mundesh me da kohë të mjaftueshme. Në moment për shembull një muaj me u merr me middle management, me train, me upskill, me mentoru, fillesh me pas të lashën shitje, ose në delivery, ose knena. Më thonë që kjo ka qenë kogja një sfidë për me kriju shtyllat e kompanisë që me mujtë me operu të me shty për para. Më thonë, kur kemi balancu me partner me Donin, qysh me u theq pjesën e inxhinerike e Donin, pjesën biznesore, atëherë kemi fillu kështu me thrive për para. Se ti e ke ditë që dikush për kujdeset për atë pjesën tjetër, partneri ka ditë që dikush për kujdeset për pjesën tjetër, edhe e na balancu me njëri tjetrin.
Mas ne sfida tjera janë kanë gjithmonë këto ngacmimet prej kompanive, njëna tjetrën te ke pas një punëtor të mirë, talentum, e ke kompenzu mirë e krejt, ka një kompani XY, e ka bë ofertën 2 fish më të se ti s'ke pas mundësi biznesore me counter offer, ta kanë marrë punëtorin, të kanë lënë keq me projekt, me ekip mrena, mas një punëtore ka tërhek dikën tjetër, njëni tjetrin, ju në kriju qëto farë kaose, që, është treg i lirë, është na jetë demokracie, dhe nuk është na i farë procesi diçka i jashtëzakonshëm, po për një biznes të vogël e afekton shumë me në operation. Kur të rrini maturitet një numër të caktuar 60-70 punëtor, nuk është edhe që të afekton shumë. Thonë 3-4 veta me lëviz, i zavancon, te i kalon, nuk ka najt e lashë. Kur je 20 punëtor, din më të bo shumë problem. Mas njëna kjo sfidë është edhe vazhdon me qenë edhe sot, tregu pak jo i strukturum, edhe pse është rregulluar në kuptimin jo i strukturum, na kemi pas luftu me njëra tjetër në kompanit, counter offer, me qenë punëtorë kam periudha më e mirë, me thonë, lloj oferta të mira, ti veç ke mujt me 6 muaj me zgjedhje një tjetër, po. Që mirë është ajo për punëtor sepse i ka shty përpara rrogat në nivel tjetër. Për biznesën, mas ne i ka shkaktu të lashe tjera, tash kanë fillu edhe kompanitë me kriju edhe standard dhe proces, vlerësimet performancës që para disa vite nuk janë kanë as tema diskutimit, ose janë marrë shumë personale kur bëhet vlerësimi performancës. Edhe një sen që nështë nuk e përmena, kur e kemi fillu me diskutu acquisition, avokatin e biznesit e kumë përfshi pak vonë në proces, edhe avokati i biznesit tonë është një shok që e kumë pas në fillore që jemi kanë bashkë, sot është avokat shumë i njoftën për biznese. Edhe me ta kur kemi mrit te dokumenti për me fillu due diligence me bëhet biznesit, që atëre kumë pas diskutimin, edhe më pat bëhe, së më këthirë më herët, përgjigja më konë nuk e kom ditë që do është me tirë më herët, që aty... Komenu që e kom ditë edhe këto. Bëdhon, është aje pak shqiptarës këtë kërën që i di me hinë internet e lexoj, po janë do gjana që duhet mu delegu, pa tjetër. Njëj që si sot, për shembull, kanë do që dënë me njësë biznes të ri, sa në parë që i rekomandoj është financat, kontabilistin paguje. Do thonë, nuk kushton, nuk ka kosto e madhe, kur je biznes i vogël, sa në parë që e bën kontabilistin pe ditës të parë, ma e afer. E pagu një kompani që ta delegon një punëtor për mu merë me ty, rule number 1, që ato e bën. Kompanitë që ndryshme financat i kanë mas pari, që është funksioni ma vështirë me largu me katë kasa, në i sen. E vërtet, po edhe nuk është që mund është me i kushtu shumë vëmendje të të thejtë tash CEO i kompanisë e kanë vizionin e kompanisë. Tash ti nuk mund është kur je biznes i vogël me pas CEO, Chief Operating Officer, këto se janë kosto enorme. Së diversifikume që shumë po. Kur e ki anën financiare që përkujdeset dikush që mi pas ti librat në vi, që është një filozofi që e kum pas gjithë në biznes, me thonë, by the books, me operu gjithmonë, se kur vjen momenti për shembull një acquisition, na e kemi pas shumë lehtë si proces. Se për një muaj janë kry krejt due diligence, s'ka pas kur gjë diçka pikpyetje që u dalë te partneri, mas njëna te kinen karta u kryllë ma shpejt se veç u ka një krymë këj proces. Po historia s'ka pas në... Kur punon by the books e ki shumë ma letë. Folëm për shumë edhe për ekipe dhe ndërtimin e middle managementit, çka janë disa cilësi kështu të punëtorëve që ju për ju seek for, me thonë, nështë i dëshirani, mundoni me tërhek, edhe që kanë disa tjera që i keni pa ka njerë që nështë është dosh me largu dika se s'po funksionan, sepse janë do mangësi kështu të personalitetit ose veti të personave që i për. Po, kultura është numër 1, që menoj që shtylla që është ndërtu edhe fraktoni si biznes, që është bërë edhe kulturë mas nej me melonin, me kinen kartën, në Valtek po është pak ma ndryshe për shkak se është kompani korporat, me thonë 7.000 punëtorë globalisht, nuk është që mund është me influencu shumë në qatë aspekt, po përsa i përket tash ekipës në Kosovë, gjithmonë u kanë cultural fit, u kanë regula e parë e rekrutimit. Nuk u kanë më rëndësi nësë është personi ma me përvoj, përzjedhën e kemi botë cili u përshtatë ma shumë me kulturën që e kemi si kompani.
normal të rrit, kime pas raste ku nuk keme pas prioritet qëta, po gjithmonë na ka backfire. Kur e kena rekrutu dikën që nuk u kanë shumë i përshtatshëm me kulturën tonë, mas 6 muaj një vjetë ka fillu mu paraqit problemet me ta. Po gjithmonë këto u përcjella e filozofia ky Reid Hoffman i LinkedIn-it e ka hire for culture, nurture for skill. Më thonë, skill mundesh me trajnu, me investu në to. Kultura është diçka që një person e bjen me vete dhe ajo duhet mu përshtat mu sistemu në kompani. Thonë që kjo kanë mënyra e parë, prioriteti i parë rekrutimit. Tash normal kena talent acquisition team, HR, TA-at për shembull të Bullgarisë, të Maqedonisë rekrutojnë në Kosovë, i Kosovës rekruton në Francë, Portugali. Kjo bëhet pak më e vështirë. Se klasifikimin e punëtorë mas ne nuk e bën drejtori i kompanisë, po TA është personi i parë që e bën një cultural check. Për që ta TA do me konë shumë i mirë, kogja i afërt me vizionin që e ka drejtori i kompanisë për me ditë kam pe bjen në intervistë edhe kam pe aprovon për me shku matutje në proces. Se mund me konë shumë i mirë teknikisht, po nëse s'është fit, mund me shkaktu probleme tjera. Na kemi pas raste për shembull kur e kemi rekrutuar dikon që u duk shumë i mirë në proces të intervistimit, mas një kohe ka fillu me shpërnda thashëtheme, me shpërnda toksicitet mrena kompanisë, që të merë kohë tash me i gjarë me identifiku ka u të buru, që ajo ti do tash damage control me bo mrena kompanisë. Mas një kohë ti më rrinë me largu që ato, po a i ta len një farë dozën a i thojshëm si mini kancer. Një kancer i madhë e hek, po mas një na jesin ka infektu dhe do qeliza edhe do tjera. Ta një ofshtirë edhe me identifiku që ato qelizat që janë infektu, po janë proceset të mësimit edhe këto. Qka 2-3 me gjitha cilësi që they make the cultural fit check, qoftë ownership, accountability, nuk e di. Nëse shqipti foljem se për harojnë. Tash cilësi të kultura, për shembull, është normal. Aspekti komunikimit, çfarë personi komunikativ sa i hapën është komunikim, sa njihet rahat gjatë një procesi të intervistimit, do thonë është komunikim formal, jo formal, mënyra qysh përgjigjet kur diskuton me ta për një problem caktuar, është preciz që e tregon çka ka bë, punën e vet që e ka bë, apo flet në sipërfaqe. Në anglisht e përdorin këtë shallow si term, që ajo është pjesë shumë e rëndësishme, pjesa tjetër më thonë se është eksplorues për më mësu sene të reja. Në intervista shpesher i kanë dallu kandidat që nërë me projektet veta që i kanë bo. Me një konferencë që kem panel, keni pyetje kur kandidojnë 400 veta qysh me dallu. Thonë, ti e bën një projekt, 90% njerëz të tjerë s'kan me pas një projekt, një aplikacion, një webfaqe, një çado që e demonstron. Kjo tani për çat person të kallzon shumë. Përveç anës kulturës të kallzon çfarë personi po merr në kompani nëse vjen një person i tillë për rekrutim. Normal, disiplina, ka njerë është një farë faktorën e këshyrë edhe orarin, më thonë sa a vjen fix në kohë për intervistë, apo vjen pak para kohë, qysh për organizojmë qatë procesin e komunikimit, unë e jam maj relaksum, gjithmonë tentoj jo mi bo shumë formale këto intervista që muni rahat. Edhe me pru atë vërtetën personin, sa ma real. Sa ma shumë që muj me nxerë qatë personin real një intervist, është ma e mira. Normal nuk mundu me bo gjithmonë që ato. Do njerëz din me kamuflu shumë mirë qatë pjesën tjetër, qatë personin real, që del në skenë ma vonë, po është e jona tash në rekrutim me bo qatë pjesë. Deri sa të bëjsh strukturën me TA me këto, mas nejti si udhëhet si kompanisë, veç kime për cilë që apo ndodhë. Sa ka qenë e vështirë, ose qka keni përdorë disa strategji për me rujtë kulturën të rritë? Se e vështirë është kjo me i besu, me transferu qatë njëhurinë dhe qatë ajo ndjesia nuk është bashkë gatë, është educated gatë. Edhe vjen një intuit edukume me ko të marrë një intervista mira njerës, të punësu qindra dikur, veç nuk e din nështë saksisht që ka tha kandidati, po mund është me pa diskrepancën në diskuteme që ka pëti. So ka qenë e vështirë me bartë kulturën, ose nështë edhe me evolu kulturën dhe në një masë? Tash,
përderisa kemi qenë si frakton, edhe deri me lonin e kemi majt kogja kulturën tonë. Mënyra që kemi kriju, ndërtu, zhvillu rujt, është në forma, sanën e parë që kemi bërë një punëtori kurar, gjithmonë e kemi inkuraju me pyet. Assume nothing, question everything, u konë gjithmonë rekomandimi parë, që konë, se të na si shoqni pak e kemi këtë tendencë me vetë në përqoshe, jo me vetë në derën. Na gjithmonë kemi tentu me sfidu që tonë, mos me thonë me nova, po i kemi lënë dyrët e hapëna drejtorit, CTO-ja, i gjari, se cili dyrët e hapëna që ekipa me pas derën qelë, me arë me pyet çdo që ka. Nëse s'është person që do me arë fizikisht me pyet, në Slack, Teams, çfarë do vegle që o përdor, me pas open door policy. Edhe e kemi inkuraju vazhdimisht. Tjetër sen që kemi bërë për shembull është nëse e kemi jetu që po zhvillot një farë teme që nuk përkon me realitetin, po ashtu kriju si rumër në kompani, na e kemi sfidu direkt. Me thonë çdo muaj kemi pas town hall prezantime para ekipës, me kallëzu çfarë kemi punë, çfarë projekte jemi të bëjë, çka po vjen, sa kemi të ardhurat, sa jemi mirë me projekte që jemi të deliver, po kemi adresu edhe nëse ka pas tash edhe e kemi adresu direkt. Çto jemi të eni, që kjo nuk është e vërtetë, që kjo është e vërteta. Nëse keni pyetje, nëse keni kundërshtime, dera o qel, let's talk about it. Normal, eventet ndryshme mrena kompanisë që kemi organizu vazhdimisht, njëherë mujt, në ngjarje ndryshme, si të rregullta, masnena kanë qenë social Thursdays që i bëjshëm si evente për mu socializu njerëzit, i kemi jap hapësinë ekipa me rekomandu ideja të ndryshme, qoftë me bërë barbecue, ose music night, ose me shku në kinema bashkarisht, mas një aktivitete sportive të ekipës, djemt me lu futboll, qikat me lu diçka tjetër, na gjithmonë jemi mundu me bërë një farë nxitje që mos me konë të ndame me gjeni, qëto sporte, po mas ne veç djemt jenë djemë, veç në futboll. Basketball kemi mri me mix, për shembull që kanë qikat dhe djemt, volleyball pak nuk ka pas shumë e interesim, po qëto e kanë kriju një farë kulture edhe jashtë azyrës, më thonë që janë shoqnu, socializu njerëzit edhe na gjithmonë i kemi inkuraju edhe me bashkëbisedu me njëri tjetrin, e kjo e ka kriju një farë shoqnie mrena kompanisë. Ka njëherë mirë, ka njëherë keq është kjo pjesa, se din me hup vëmendja prej punës që e bajmë, po në përgjithësi është kulturë që është përmend vazhdimisht edhe prej kolegëve në shtetet tjera me cilët kemi punu. Kur kemi dalë në kinën karta, tash në kompani ma e madhe, kemi fillu me pas dallimet prej shtetin shtet, cultural alignment mas shumëti që u përshtat kultura jonë nuk kanë me ekipën në Angli, edhe ata janë një shumë rahat me ekipën tonë, na jena një shumë rahat me ekipën e tyne, po kemi vazhdu me përcjellë që të kulturën e fraktonit edhe atje. Më thonë pak ma, unë i këmë thonë startup culture. Thonë që, e kena një problem, hajde t'ja nisëm t'i gramë punës. Nuk e kemi këshur shumë sa shtora, qëfar dite, më thonë e kemi pas qatë filozofi, qatë drive. Në Valtech është ma corporate world, kjo pjesa e kulturës gradualisht fillon me fade out. Ti mundesh me majt te entiteti ku je të operu, më thonë qatë shtet deri dikun, po gradualisht kur fillojnë me ardhë njerëz që e kanë prioritet punën e vetë, fokusin e vetë primar, orarën e punës me u fokusu, kjo pjesa e kulturës janë nisë me fade out. Tash sfida për shembull që tash te e gjarin kompanitë e na është, qysh me i nxit njerëz ma shumë ardhë në zyre, qysh me rikthyqet socializimin, janë të merë me loj analiza, data gathering, pyetësore, kështu me radhë për me këshur qysh me orë me një zgjidhje, por tash kjo është sfida e re për ta. Okej. Çka mendon që janë kon disa prej kështu, po du me thonë është rutina ose zakone që ti si individ kështu i ke bo për shembull në përditshmëri që të kanë afru më afër suksesit që e gëzon sot. Kush je ti kështu what do you do on every day? Qona mëngjes. Qona mëngjes në pas, i lexoj 2 libra, jo. Unë si person nuk jam njëri nuk qona herët kështu me qefin më të madh në botë.
I e kështu pak grumpy, të merr pak u muçu masi çosh. E kum vrej, a din ku e kum vrej që time zone-ën, se po ta lexoj një libër që thotë njerëzit kanë time zona biologjike. Po bre, duhet më dhon arsyetime. Po ne time zona jam është në Amerikë, se atje më sham uçun 6, po që i bike 12 këto, edhe u kon shumë e përshtatshme, perfekt u kon për mu. Po mënyra qysh kum operu për shembull tash në kalendari kum bë the time blocks gjithmonë që u kon e dedikume një orë në javë, në dispozicion ekipa ka mujt me bukirat për takime one-on-ones me mu. Edhe kanë gjithmonë available, e kanë ditë nëse është e bukirat për dikuj, edhe ajo kanë takemi hapën. Kena mujt me diskutu problemet e personit, kena mujt me diskutu ideja, produkt me bërë në kompanisë, kena mujt me folë për AI tash lately, po nuk ka pas agent në qatë takem. Tjetër filozofi që është përdorë normal, u kanë gjithmonë në majë një farë bordit të operimit, gjira e përdorën për project management e krejtë, unë një farë trello personale ku majë gjithmonë, kështu very short and precise, to do, doing, done. Edhe që ato e kam si starting point, në gjithë mëngjes, qa është në listë për me bo. A ki edhe kështu edhe backlog edhe postponed edhe maybe later? Po janë ato, po në zyre gjithë ngucin se kur më ri që së ngarkona, unë dalin post-it notes. Post-it notes në gjesë në për monitor, e din ata që u bo që tash presioni shumë i madh, e është diçka me prioritet, që së jam të mujt me kontrolu dhe pej bordit, e duna mja vizualizu vetës, merru dhe me qëto. Nuk ndodh shpesh me pas post-it notes në për monitor, po ato dalin ko pas kohë kur ka diçka me prioritet. Normal, vitin e fundit, që akum fillu me praktiku, është shumë e dilla me pas në dispozicion për vete, për familje. Më thonë se kanë kalu kohë e gjatë ndër vite që asë shtuna, asë dilla nuk u konë weekend tamam, po u konë gjysëm punë, gjysëm personale, edhe në fund nuk e ke mujt me mbulu asë njanën. E menoj që do të me bo një farë balanci, spaku weekendit me qeni dedikum për shoqni, për familje, për çdo që kemi me prioritet, i të shkapt komplet prej punës, sepse të reseton. Edhe njëjtë e kum bo edhe me laptop, një kohë gjatën e laptopin e kum marrë me vetë, edhe më pushem kërë më shku, më thonë ka pas diçka problem, që laptopin. Po tu ka ardhë koha me Lona, nëse unë halo kam attachment issues. Si vjet nuk e ku marrë me vetë, dhe më thonë që u konë risi, është një farë stresi mas nëjna që kur jeti, po mangësia këtu që në telefon tash po mundu me kry gati gjithë shka. Krejt veglat pra pikin telefon. Nuk je teknikisht i qkapt. Po menoj që nëse më rinë qëtë state, normal, varet prej çfarë faze je si kompani, po me më rinë që state të reseton edhe për mirë, se kur të thesh kresh me një energji krejt tjetër. Normal, ideali është me ndërtu një biznes sa më herët që mund është që me operu pa ty, me kriju një lloj autonomie, një strukturë në kompani që mundën me operu edhe pa qelikun, pa jetën, ajo është mënyra më e mirë për me ndërtu një biznes. Nuk mundet mu bo letë, po nëse mbrihet sa më herët, atëherë ta jap hapësinën ty që me ndjek diçka tjetër, me ndërtu diçka tjetër e kështu me radhë. Tjetër kështu qeliku që bën libra më pëlqen shumë me lexu, jo me tepru, po për shembull vitin e kaluar kam pas si goals, unë maj një board of goals gjatë vitit, e qas kështu goals që janë për si vjet, edhe në fund vitit ula edhe këshyri tash okay, çka kemi mri, ças kemi mri. Është një farë 60-70%, kështu që e mëri, ka njerë ka dësene që janë shtu gjatë vitit edhe që nuk janë kanë para pame, që janë ashtu, okej, ka kanë që ka interesant, po është një farë momenti i mirë reflektimit, e kum pas një farë goal me mëri me lezu 25 libra, 30, po që janë diverse. Më thonë, jo veç libra biznesi, jo veç libra për teknologji, po pa ta fillu me lezu dhe libra filozofi, how the mind works, libra për gatim, për me diversifiku edhe njohurit që ai ki. Tjetër që bëjmë motor vozitli kështu pak për një hobi të mirë, për mental health, që se kum di që e ka një qasi efektit t'il, po kjo mas pandemis, u konë si vendim kështu që u bo aty për aty, apo një për vendime më të mirë, apo më do këtë u konë. Se në motor nuk i ko me këshyr telefonin, nuk jepët as hapsina, as luksi me këshyr në telefon që shre këshyr në kerë,
nuk guxon me qenë distracted, edhe qëllimin gjithmonë e ki me dalë diku në natyrë. Dhe jemi mendimet e tua. Jenë botën tonë. Great company, kështu. Supero. Ka njerë mundesh me knu, me bërtit, krejt të gjona mundesh me përjetu në motor. Qelek, prej njerëzve që i ke taku ndërmarrës e tjerë që i ki në biznes, ose që ke punu me ta, çka mundesh me thonë që e bën kështu dallimin me atyre njerëzve që vazhdojnë me këmbgulsi drejt atyre qëllimeve, që për shembull ti që në fillim vitit dhe tjera që i shtan gjatë vitit, e tjerë që nalën përpara pengesave, në çka është një drive kështu atë, çai dallon këta njerëz? Unë çdo fund vete e kum pas një farë tradite e bësha një prezantim të ekipa, është ajo Kosovo Rewinded. Edhe frakton, edhe mellon, edhe kenen karta gjithmonë e kum përsërit, edhe një keyword që është gjithmonë në çdo prezantim që kum bë është consistency. Më thonë, çado që shtyn përpara që bën, konsistenca është key. Me vazhdu, non-stop me vazhdu, mos mu dorëzu. Ka shumë njerëz që nisin diçka e lajnë në gjysë të rrugës, se nuk po vjen të ardhurat shumë shpejt, ose po shumë vështirë. Nëse njerëz mërrin me kriju që të farë shprehin e konsistencë, mos mu dorëzu, me shty përpara, atëherë që ajo i bën njerëz dallueshëm. Nëse njerëz është ajo 21, it takes 21 days për me kriju shprehi. Nëse mrin 21 ditë, më thonë me majt qatë konsistencë, ajo të bëhet shprehi. Edhe masnej ti ki me kon 90% e njerëzve kanë me kon pa qatë konsistencë, ti ki me kon qatë pjesën e 10% që e bën diferencën me njerëzit tjerë. Në çdo njeri ndërmarrës që më ka ra me punu me ta, me taku, e kanë që energjinë, që të shtysen për me kanë konsistent. Nëse dojnë me mri diçka, për shembull edhe me startupa që krijohen që dojnë me pitch të investitor. 200 investitor mund me refuzu, 201 funksionon. Çajo është konsistenca, më thonë ai vazhdon me këmbgul derisa të mrin te caku. Ekosistemi luan rol kudo që t'jemi, dhe na asnjë prej arritjeve nuk janë vetanake, kështu ndoshta nuk e di çysh e shati, po edhe gjithmonë ka ankesa për ekosistemin ose për kushte jo perfekte, po ndërmarrësit gjithë gjejnë zgjidhje ose ndoshta i shohin vlerë si avantazh me punu rreth tyne dhe ndoshta me i ofru zgjidhje çatyre problemeve. Nëse është një diçka që e kishe ndryshu për ekosistemin në Kosovë, çfarë i shkon? Veç një? Mundesh më na tregu 3 veç. Tash është një maturitet shumë më i mirë ndër vite i ekosistemit, është një lloj bashkëpunimi, po që mundet mu përmirësu më shumë. Mendoj që për shembull nëse i shohim ekosistemet që funksionon ekosistemi në Amerikë, ose që funksionon ekosistemi në Angli, në Gjermani, e kështu me radhë, ka shumë ngjarje, aktivitete që bëhen prej bizneseve. Tash te na ndër vite është kriju një farë kulture me prit prej donatorëve, donatorët me organizu diçka për neve, sa herë që të shoh që diçka janë të shty përpara bizneset vet. Ajo e krijon përshtypjen që jemi të upjek si shoqëni dhe jemi të upjek si biznese për me përkrah njëra tjetrën, edhe nuk e kemi këtë mindsetin që me prit çapo na ndihmon dikush prej jashtë. Kjo tani na qet neve si kulturë, si shtet, si sektor, me një pjekuri të shtetet zhvillume. Që kjo është një që është të punu në gjithë drejtim, po mundet mu bë ma shumë hala. Edhe e dyta është me si ekosistem, kur të mrin suksesin një XY kompanije, produkti, shërbime çado, me u kthy mbrapa çka mund me kontribu tek tjerët, po edhe tjerët mos me hezitu me kërku ndihmë, suport, këshill prej atij personi ose asoj kompanije, qysh me ndal një nivel tjetër. Kjo nuk është në verzionin ideal me thonë ashtu, po është diçka që duhet me te i kalu, duhet me mrina si shoqëni, si biznese, për me përjetu ato që e përjetojnë edhe kompanitë në perëndim, sepse shohim për shembull nëse një XY kompania është shit në Angli, në Amerikë. Çaj ndërmarrës tash fillon me nda një urit me tjertë, fillon me investu në startupa lokal,
me nxit njëri tjetrin. Tash shembull më të mirë e ki Finlandën prej një Nokia sa inxhiniera të tjerë mbo, ose prej një Skype në Estoni sa startup tjerë mbo. Na vjen një çast i drive i tillë që kemi një success story në kompani, çka është të bëjë mbrapa dhe në ekosistem. Se ajo e fuqizon mas në komplet ekosistemin. Edhe shumë fishon që atë impaktin e vetë që mund. 100%, po. Krejt për fond, Çelik, se shumë pyetje kishim bo hala tjera, po kemi një kohë të limituar, një këshill, një mesazh për tri që menojnë që dojnë me ju kyç kështu ndërmarrësisë. Nuk Nisan për shembull që përmeni vazhdimisht që se të na po bën story dikush që u punësu në Netflix, Facebook me një rol caktuar jashtë Kosovës, edhe po krijohet një përshtypje që nëse kryen Universitetin e Prishtinës, universitet publik ose privat në Kosovë, nuk mundesh me mbërri ose je i kufizum, nuk ka lidhje kur gjaja pjesë. Më thënë, si e përfundova këto, si atje pyetja është çfarë personi, çfarë karakteri je. Nëse ki ambicie me zgjidh një problem, me ndërtu një biznes, një produkt për rreth çatij problemi, hapi parë është mja nis, që asajna. Nëse nuk din ç'është mja nis, mos pritom ju shumë njerëzve që vese kanë bën LinkedIn, Facebook, një mesazh, ty shkruajnë, më shkruajnë, unë nuk pritojmë ju përgjigj, nuk besoj që priton as ti. Po problemi është që njerëzit e kanë qatë hezitimin, po nashta s'ka kohë. Dhe në që tash që e kultura në kompania din, po nashta s'ban. Konsideratat. Mos e supozo, provaje. Nëse s'ka kohë, mundet më të përgjigj, nuk kam kohë me të fundim. Edhe provon tjetrin. E provon tjetrin. Më thonë, nëse i 10, 11 mundet me funksionu. E bën një takim, 1 orë, 2 orë, vjen me pyetje. Se mu më ndodhi për shembull një event, u takova me një njeri të bërë rrjetzim, edhe po ma bën çka më kishte këshillu mu. Tash do të thonë, a që kjo prezantimi jota, tash unë normal më me t'jap përgjigje, po nuk është pyetja e parë që ja bën dikujt na çka më kishte këshillu. Tash s'pe di apo më pyet për studime, apo për me programim, a jetu më pyet me çel biznes, ç'a jetu dosh me bë. Kur do të thonë, tu kthyet tema që e thash. Kur shkon takim, je preciz me pyetje që do me bë, çapo do me nxjerr për çati takimi, edhe praktikat më të mira, masnej i zhvillon i vendos të vetja. Tash nëse do me ndërtu një produkt, ma let nuk u kon kur, ki vegla AI që po mundesh me bë vibe coding që përdorin termin me marru prototip për m'ja tregu dikujna çapo don me bë, për me mri në çështjen e investime me prototip. Normal ti dosh me investu masnej me produktin final. Vizat nuk i kemi problem, që kemi pas na. Na kur dosh më shku më taku me një klient në Gjermani, dosh 3 muaj përpara mi bën 20 dokumente. Për me mujt me marr vizën për 3 muaj, tani më reapliku. Tash është tepër lehtësim, është kjo lëvizja e lirë. Me marr pjesë në ngjarje për që organizohen konferenca ndryshme, jo kosa ICT, Dokutek, Software Freedom, më thonë, ka ngjarje që thjesht shkon, mundesh më inspiru, mundesh më taku me një co-founder, edhe me bëhet diçka bashkë. Edhe normal është e pranueshme, nuk do me thonë që krejt kanë qenë ndërmarrës. Dikush ka me qenë i mirë specialist në punën që e bën, dikush ka me qenë i mirë si ndërmarrës me zgjidh një problem, me ndërtu një biznes të jashtëzakonshëm rreth sajna. Këto janë këtë procese normale. Nuk bën ju drejtu në atë mënyrë që krijohet ka njerë përshtypja programierat po bëjmë parë, hajde që unë bëjmë krejt programera. Nuk mundëm krejt më bëjmë. Kena nevoj për elektriciste, kena nevoj për person që merren në sjellse, me kamera, secili në profesionin e vet. Çfarë do profesionit që zgjedh, veç me synu më bëj mirë në atë profesion, që ashtu mundet me është shumë e vërtet tash, për shembull, për mos me zgjatë edhe shumë, po në Kosovë ka hapësinë edhe me përmirësu shërbimin nkrahasë me dikant që e bën. Veç 5% me bëti shërbime ma mirë se dikush tjetër, ti kemi marrë tregun. Se ka hapësinë më përmirësu shërbime, edhe një investim i vogël i yti që me bëti diçka ma mirë, një detaj i vogël, ti kemi bë diferencën. Çelik, faleminderit shumë për krejt mësimet, sfidat, strategjitë që i ndove me neve, rutinat që përmenoj që kanë me qenë shumë të nevojshme për dikush me i ndi. Kaq për këtë intervistë, faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit shumë për ju për ftesën.